të deshte ujlel ka ty, që m'kish menen o veç tek ti, shkaktare më jeti, për këtë vero më që po pi. Sa të deshte ujlel ka ty, që m'kish menen o veç tek ti, shkaktare më jeti, për këtë vero më që po pi. Ta mësoj edhe ty konjakun, se kur jam impiro më lulles ta gjej do t'so kakun. Se do ta mësoj deri sa të vdes, se kur jam pa ty o më lulles di të buzër qesh. Sa të deshte ujlel ka ty, që m'kish menen o veç tek ti, shkaktare më jeti, për këtë vero më që po. Sa të deshte ujlel ka ty, që kish menen o veç tek ti, shkaktare më jeti, për këtë vero më që po pi. Kish menen o veç tek ti, shkaktare më jeti, për këtë vero më që po pi. Është koha shikues të dashur për më të rejat nga bota e modës edhe filmit. Kush më mirë se sa Nita edhe Nora i sjell ato në rubrikat e tyre që janë në Flix dhe Influenci. Ndjekim bashkë. Një tjetër sukses në kinematografin vendore vjen nga regjisori Ilir Hasanaj. Filmi i tij dokumentar Krahët e punëtorëve do ketë premierën spanjolle në edicionin e 53 të UKESA International Film Festival, një nga festivalet më prestigjioze për filma të shkurtër në botë. Ky film është përzgjedhur në garën zyrtare të dokumentarëve, duke u bërë pjesë e një liste ekskluzive vetëm prej 15 dokumentarësh të shkurt që po konkurrojnë për çmimet kryesore të festivalit. Jeta për mua ka ndryshu. Nuk arriti të bëhet pjesë e garës së nominimeve për Oscars 2025. Megjithatë, filmi dokumentari i shkurtër Krahët e punëtorëve nga Ilir Hasanaj po vazhdon suksesshëm rrugtimin artistik. Ky projekt do të ketë premierën spanjolle në edicionin e 53 të UKESA International Film Festival. Idenë e filmit ndoshta është më shumë një kuriozitet edhe që ke dëshira mi kuptu sanat ma mirë. E njona ka qenë veç me po që është gjendja e punëtorëve në Kosovë, sidomos gjendja e punëtorëve fizik, për shkak që ma herët nuk e kom po ndoshta vendin e punës si një vend që një punëtor mundu me shku në mëngjes në qatë vend edhe mbrëmje ndoshta nuk kthehet më për shkak rrezikshmërisë, edhe do që me kuptu pse po vdesin kaq shumë punëtor në Kosovë, në vendin e punës. Mesazhin që filmi e jep
unë mendoj që është një pasqyrë mes punëtorit edhe sistemit kapitalist që në realitet punëtorët nuk njihen, se shumica janë pjesë e vetë sistemit, se në fund ditës duhet me bjetu dyqysh. Edhe çka bën filmi është e shton më shumë një pyetje çka nëse zmadhojnë çka punëtori bën ose çka mendon ose çka thot në këtë ekuacion. Procesi i xhirimet ka qenë 2 vjet, një vjet kemi bo ulim tim edhe një vjet kanë zgjatë xhirimet prej 2021 deri në 2023. Përvoja me personazhet ka qenë e bukur, po edhe e rëndë në një mënyrë se ty e pas parasysh që ka ndodhur. Edhe e kemi kriju një farë shoqënie me punëtorët që unë ndigjona ko pas kohë me ta dhe jam shumë falënderues prej Milazimit, Fatmirit edhe Liridonit që e kanë nda kohën edhe tregimet personale me mu dhe një farë mënyrë me krejt botën. Kur e morëm lajmin për Huesca Film Festival që është përzgjevur, ju gëzu shumë edhe kom da me ekipin e filmit normalisht. Kom lexu që Huesca ekziston prej vitit 1973 edhe shfaq filmat ma unike në botë, edhe vitin e kalum kanë rreth 170.000 vizitor, që është një san shumë i mirë për filmin, se ideja është që filmat mu pa për që ata janë aty. E një lloj qërshie muj me thonë, është përzgjevja në një vend si Spanja, që nuk e njeh Kosovën si shtet, e që filmi shfaqet aty në Huesca është një farë mesazhi që arti edhe kultura i te kalon kufit edhe mendësit brenda kufive. Rrugtimin nuk e kom prit me qenë qështu i suksesshëm. Nashta muj me thonë, kjo është e bukra e filmit që gjatë procesit me ekipin na kur nuk kena menu për festivale ose kena folë cilin festival kanë me marrë ose jo. E vetme që kena provu me bo është me bo punën ma të mirë që mundëm, dhe me thonë se cilë e ka jep ma të mirën që ka mujtë. Edhe në qëtë pikë po kom qefë me falënderu krejt ekipin për ton punën edhe ndimen, e sidomos dhe ishta me falënderu Enisit edhe Viganit që jënë konë prej fillimit të involvum në proces edhe jënë konë bisedat ma të mira për film, për art edhe për çështjen e punëtorëve. E masi që filmi o kompletu, do më thonë o kry, e kemi një farë ndjenje, kemi pas një farë ndjenje që ky film ka diçka unike edhe që të manë edhe të prek, e kjo po doket që edhe përzgjevja e festivalit po pajtohet me çfarë ndjenjë që kena pas. Reagimi i audiencës është dukshëm, kështu është pak ma i drejt për drejt, se i din rrethanat e punëtorëve, i din rrethanat qysh janë edhe ndoshta kanë njëve për vdekjet në vendin e punës. Për shembull në Gjermani ka ardhur një shikues mas filmi ka ardhur më ka kallëzu që kur i ka pa punëtorët në film, ja ka kujtu gjyshin e saj që edhe ai ka pas një aksident vend punës. E në Zvicër një shikues ka folë për skenën me Milazimin ku e lanë ftyrën, edhe ai më tregoi që ju doke si me pa veten noj.
këto komente normalisht të gëzojnë se filmi kur shfaqet bëhet pjesë e jetave të audiencës. Nuk është mo filmi jam apo jon, po filmi është i krejtve që shohin. Për projektet e reja, moj me thonë që jam njëherë në fazën e hulumtimit. Unë në vitet e 80-at baba jam ka qenë në burg, si i burgosën politik. Para që kom lindone, edhe po du me ditë ma shumë për që temë, po du me kuptu ma mirë të kalume në Kosovës, edhe kjo hulumtim po më duket që po më nimon edhe po më bën shumë kurios. Filmi i regjisorit kosovar trajton një temë të ndjeshme dhe aktuale në vendin tonë, pasigurinë e punëtorëve në vendin e punës. As këtë javë, premierat e filmave shqiptar nuk mungojnë. Kësaj here vëmendja është e komedia Luli Goni Lemës, që para audiencës kosovare u shfaq për herë të parë të premtën që e lan pas. Regjisori Bjorti Mezini në këtë projekt ka bërë bashk emra të njohur nga arti, përfshirë edhe këngëtaren Aurela Gaçe. Atmosferën në premier në Cineplex Kosova, emocionet e kastës së filmit dhe komentet e mysafirëve mund të shihni në materialin në vazhdim. Est-ce que tu y crois? Je ne sais. Mbrëmja e së premtës solli një atmosferë të veçantë në kryeqytet. Flati i freskët i pranverës u përzije me entuziazmin e të ftuarve që mbushën sallat për të ndjekur premierën e filmit komedi Luli Goni Lemës. Të qeshura, tapeti kuq dhe përqafimet e kolegëve krijuan një mbrëmje të mbushur me energji pozitive dhe emocion artistik. Kasti aktorëve priti publikun me buzëqeshje. Në qendër të vëmendjes ishte Aurela Gaçe, e cila debutoi për herë të parë në një rol filmik, duke treguar një anë të re të saj larg skenës së muzikës, por gjithmonë afër artit. Atmosferë shumë miqësore, atmosferë mes miq, mes medias, mes artistësh, jam shumë e lumtur. Kam ardhur me shumë qejf. Si jam shumë e lodhur, sepse mbrëm kam mbaruar koncertin në Hagu Show, kam fjetur pak, rrobat gati dhe drejtën në Prishtinë. Sa po të përmbush ndoshta kjo atmosfera dhe sa po ta hekat lodhja? Kur merr dashuri, për mua është baraz me Shiko, do të them ti e vogël, ti e shumë e re në mosh, por do të ma kujtosh këtë fjalë. Kam lexuar një shprehje që thoshte, jam në një fazë të jetës time që nuk dua më t'i uroj vetes time të kem më shumë ditë, por dua ditët e mia t'i mbush me jetë. Shumë e bukur. Kështu që mbaje mend kur ti të vish në një moshë më madhore, edhe të kuptosh që jeta është shumë e bukur dhe me gjëra të vogla, me ato që duket e vogël, me dashuri, sidomos në ditët e sotme. Faleminderit shumë që po ma thënë, faleminderit shumë. Do ta mbash mend e do ta kujtosh. A na tregon pak si shkon pra pas kena xhirimet, si ishte si roli i parë jote? Ka pas vështirësi vetëm për shkak të kushteve atmosferike, kemi xhiruar në të ftohtë, këmbët akull të ftohta gjithkohës, mund të rishte edhe 10 orë ashtu, domethënë me këpucë me taka, në për tenda, ndërroheshim, domethënë nuk ka qenë e lehtë vetëm në këtë pjesë, kurse nga ana e të marrurit vesh me njëri tjetrin kemi qenë shumë komod. Unë e kam shijuar çdo moment pas shkallodhjes, sepse kanë qenë orë të gjata. Nga që po lodheshim, thash në më pafshim më mua ju në shesh xhirim, por
më thanë këta që e kishin përjetuar më përpara si eksperiencë që ti do lodhesh, por do kënaqesh aq shumë dhe do ta kërkosh prapë. Dhe e vërteta është që është një eksperiencë që do doja ta provoja prapë. Ky rol që unë luaj, ose rolet që kanë edhe djemt edhe Fioralba, janë role që i gjen veten kushdo, sepse unë aty luaj një nën nga jugu, por ajo lloj nëne tipike shqiptare, autoritare, është kudo. Qoftë në Prishtinë, qoftë në Gjakov, qoftë në Prizren, qoftë në Vlorë, qoftë në Tiranë, është njësoj, sepse nënat shqiptare duan pak që djali t'i dëgjoj. Djali duhet të bëj si thot nëna. Duhet ta gjej nusen si do nëna. E kupton? Kështu që nuk mendoj që do të ketë ndonjë ndryshim e qeshura që është shkaktuar në kinemat e Tiranës, të Vlorës, të Shkodrës, sepse ne flasim të njëjtën gjuhë dhe jam e bindur që humori kuptohet kudo, si në Prishtinë dhe në Tiranë. Fioralba Ponari, një tjetër emër i njohur për publikun, u shfaq natyrshëm dhe me humor në rolin e saj. Si po ndihesh sot në premierën në Kosovë? Unë për Kosovën kam shumë dashuri dhe dashurinë ndjeva që në hapat e para teksa po drejtoheshim drejt vendit ku po mbahet eventi. Jam shumë e lumtur që jam këtu dhe jam shumë e lumtur dhe mirënjohëse për secilin shqiptar të Kosovës që po tregon mbështetje ndaj një realizimi shqiptar në kinematografi. Si kalojnë ndoshta këto xhirimet, si shkoi filmi, si e morë rolin, sa ke i vështirë ndoshta me realizimin? Roli ka qenë i vështirë sepse unë jam e përgodelur për faktin që kam pasur një jetë goxha të qetë me shumë dashuri në familjen time dhe personazhi që unë kam ka një dramë të madhe që është ajo e dhunës në çift. Kështu që më është dashur që të bëj kërkimet e mia, më është dashur që takohem me goca dhe gra që e kanë përjetuar një dhimbje të tillë, po nga ana tjetër pa hequr edhe ato elementet e dëshirës për të kërkuar emocionet e vërteta, aventurat, mos i dorëzohesh rrethanave në fundit. Po si e morë këtë rolin Aureles ndoshta si mami i Gonit, si ka qenë ndoshta sa ka qenë? Shiko, ne që punojmë në media dim ta ndajmë profesionistin nga njeriu. Aurela është njeri, po është pak a shumë e njëjta gjë. Aurela është një njeri fantastik. Do keni mundësi nëse nuk e ke takuar në të shkuarën, do kesh mundësi që flasësh me të dhe ta kuptosh se sa babaxhane sa dashamirëse është. Dhe në momentin që ndizej kamera, ishte totalisht në rol, ishte ashtu e sert, e ftohtë me mua sepse i atill është kombinimi dhe marrëdhënia që ne kemi. Në momentin që fike ishte zemra ime se nuk e kam seriozisht, unë e diti që unë ty të dua shumë. Shumë e mirë. Shumë e fat që kisha mundësinë që të punoja me një artiste të kalibrit të saj. Cilën e zgjedh Fioralba, ndoshta skenën, prezantimin apo aktrimin? Cila është ajo fusha që ndoshta ty t'flet zemra më shumë? Unë e kam thënë para shumë vitesh që pasioni im i vërtet nuk është as aktrimi, është regjia. Kështu që të kisha mundësinë që të shikoja nga afër gjithë procesin, edhe pse unë parimisht isha përpara kamerës, të gjithë procesin e realizimit ka qenë një dashuri më vete, një eksperiencë më vete, dhe pse jo, do doja ta Një the. Si me pature. Faleminderit. Unë personalisht po ndihem shumë mirë sepse Kosova nuk është vetëm motra jon, por është gjysma jon, e cila na jep fuqi, na jep dashuri dhe na pret gjithmonë si kur jemi në vendin tonë. Është ndoshta ky projekt i parë që po ju sjell në Kosovë apo keni pas edhe projekte të tjera? Për mua është herë e parë. Dhe duhet pritja. Po mbushem shumë me dashuri me sa po shoh. Si shkuan xhirimet, si e prite rolin, sa u përshtatë ndoshta me rolin? Xhirimet shkuan mirë, me thënë drejtën, pak të lodhshme, sepse ishim nga orët e para të mëngjesit, kapnim orët e para të mëngjesit tjetër. Me rolin nuk përshtata shumë mirë, sepse ishte një djalë naiv dhe kushdo hallin e lozin gjithë. Mendoj se e kam përcjell një impakt që njerëzit mund ta gjejnë veten drejt diku. Shpresoj se është okay. Tani do presim komentet juaja. Si ka
ndoshta bashkëpunimi me Aurelën, me Firalban, si ishte kjo ndoshta sa u përshtatet me njëri tjetrin? Marrëdhënia përveç se në jetë që është shumë e mirë, po ashtu dhe këtu është një marrëdhënie fantastike në aktim, sepse kurse në film është mos e përjetofshi. A na tregon ç'është po ndihesh sot ndoshta në premierën e filmit tonë në Kosovë? Jam shumë e lumtur, me thënë vërtetën jam shumë emocionuar sa herë kthehem pranë publikut të Kosovës, sepse është nuk mund të them që është shtëpia ime e dytë, mund të them pa frikë që është shtëpia ime e parë. Më gëzon në fakti që artistë të gjitha zhanreve kanë ardhur sonte që të na mbështesin në filmin Luli dhe Goni Lemes. Jam shumë e lumtur për këtë fakt. A na tregoni ndoshta si e prite ofertën ose kur realizove skenarin, si të erdhi kjo ndoshta ky film? Çfarë pat ndoshta të veçantë? E kam thënë që në këtë film kam një rol episodik të striptisës. E kam pranuar me kënaqësi sepse prandaj është edhe profesioni i aktorit shumë i bukur, të kërkoj diçka që është përtej saj, jashtë vetes time. Stripti është një sport që në të gjithë botën ka, ushtrohet si palestra, jo domosdoshmërisht ushtrohet në klabe, e bëjnë njerëzit që janë të pasionuar për të ndjerë feminile, sensualitetin e vet. E kam pranuar me shumë kënaqësi edhe pres që ta pëlqejë edhe publiku, ashtu siç e kam pëlqyer edhe jam munduar të arrij këtë rol në film. Por çfarë bëhet fjalë në film ose cila është veçantia e këtij filmi? Po, veçantia e këtij filmi është se është një histori shqiptare që ndodh rëndomt çdo ditë me emigrantët që kthehen për të kërkuar një nuse të virgjër. A e gjejmë as e gjejmë varet nga fate. Po rrugës del dikush që na e prish ndjenjën, na e prish zemrën, edhe bëhemi palë me ndjenjën tonë. Prandaj e ftoj edhe publikun që të vi edhe të jetë pjesë e këtij filmi, jo vetëm në Cineplex, por në të gjitha kinemat kudo që është nëpër Kosovë. Faleminderit që më luat se kisha mbi një që për jam lu. Unë jam Luli. Gëzojmë, Sara. Sa gëzojmë, Sara. Goni. Është Goni Lemes. Lemja jam mu. Qa bëm? Mira? Stop! Në regjin e Bjordi Mezinit, Luli Goni Lemes është një komedi me ritëm të shpejt, me ngjarje që zhvillohen mes absurdit dhe realitetit, duke sjellë në ekran një kombinim karakterës që pasqyrojnë me humor jetën moderne shqiptare. Shihemi në kinema. Ikëm. E them vetë. Shihemi në kinema. Një tjetër film vendor është në prag të premierës. Bëhet fjalë për projektin më të ri të regjisorit Fatos Berisha me titullin Gruaja e shtëpisë. Filmi trajton një temë të thellë dhe ende të pranishme në shoqërinë kosovare dhe të vendeve fqinje, duke prekur realitete që shpesh herë mbesin të heshtura. Regjisori Berisha beson se filmi do zgjojë reagime dhe diskutime në publik, ndërsa tashmë ka nisur përgatitjet për premierën që pritet të sjellë jehon të madhe në skenën filmike vendore dhe më gjerë. Pse më këshyra ashtu? Jam këtu me regjisorin Fatos Berishan, me të cilën do flasim për projektin e tij më të ri, filmin Gruaja e shtëpisë, për të cilin do të na njoftoj më gjërësisht se çfarë bëhet fjalë. Përshëndetje. Përshëndetje, mirësellët në Teatrin e Gjilanit. Kënaqësi të jam këtu. Fatos, na tregon si lindi ideja, ndoshta ku inspiruat për me realizu një film si Gruaja e shtëpisë? Po, kjo inspirimi është ka ndodhur për këtë film, ka ndodhur kur isha duke gjuar filmin e kalum, Cirkun Fluturus. Në fakt, ishim para të fillimit të xhirimit të Cirkut Fluturus, ishim në Shqipëri, sepse ajo kemi xhiruar në 3 shtete, në Kosovë, Malzi dhe Shqipëri, dhe duke i pa terrenet e xhirimit, kemi qenë me një vend në veri të Shqipërisë, disa fshatra që ishin shumë të varfëra, edhe infrastrukturë shumë e keqe, ishte ashtu dhe na duhej një vend që duket sikur vitet e 90-ta, pa ishte edhe më keq. Edhe për neve ishte shumë mirë për atë gjerim të ati filmi, po aty pastaj e pash një vajzë e cila
shiste kështu pemë perime, do t'jetë kështu teenagerët, më thënë, ku di sa ka mujtë mi pasë në 14, 15, 16 vjetë, me flokë zeza, me sytë si kaltërta. Edhe më bërë një shumë përshtypje ajo vajzë, e cila pastaj mu ka reflektu më vonë, nga që une kam hasur në shumë tregime të ndryshme për vajzat e reja, sidomos nga veriu i Shqipërisë, cilat blihen me para për gra, por në shtete tjera. Po, si në Kosovë. Në Serbi, në Maqedoni, Kosovë, Malci. Pra, ky fenomen cilin pastaj unë e kom hulumtu, që mu ka dok goxha shokus, me thonë drejtën, që edhe sot e kësaj dite është prezent, edhe kur mu ka lidh ai fenomen me këtë vajzën këtu, më ra kres, që thojnë të na, thashë kjo vajzë, bashkë në ato territore dika janë shumica e këtij fenomeni, thashë kjo mundet me qenë njëra nga këto. Edhe prej aty e kisha një lloj inspirimi që thosha duhet me u marrë me këtë temë, ose une, ose dikush tjetër. Si shkun ndoshta ato xhirimet, kasti aktorëve, si u përgjigj? Xhirimet, po them, na kanë gjatë një vit për një arsye praktike, realisht edhe për arsye të skenarit, sepse ngjarja në film ndodh brenda një viti kalendarik të temi, pra që i bie brenda 4 stinëve të vitit. Andaj ne kemi pas dëshirë, dhe këto na kanë mundsuar edhe producentat, që ta ndajmë në disa periudha xhirimi për shkak natyrës, për që dallon kalimi i kohës në natyrë. Ajo është për produksionin problematike, se edhe ka kosto më të madhe, edhe për njerëzit o problematike, se njerëzit kur e kryejnë xhirimin, vazhdojnë punë të tjera, duhesh me ardh prapë më kthy, duhet pamja të jetë e njëjtë, kontinuiteti 100 të lashit që i sjell ajo, mënyrë e xhirimit, por që ne mendonim që është më mirë për filmin. Në këtë rast, rolet kryesore, 2 rolet kryesore, nëse mund t'i quaj ashtu, janë për Luana Bajramin, që besoj që tani me gjithë e dim, jam i sigurt që gjithë këta që na shohin shikues e din kush është ajo, është një artiste, po them, jo vetëm aktore, artiste e jashtëzakonshme. Në moshën e saj, domethënë, kam ri shumë, është vetëm fillimi i karrierës së saj. Pra, Luana Bajrami e luan rolin kryesor, rolin e Marijes, që është kjo vajza për cilën ndodh gjithë ky film. Edhe partia i saj në skenë, gjithsesi burri i saj, që luan aktori me preardhje bosnjake nga Bosnia e Hercegovina, po që jeton në Angli, tani është edhe shtetas britanez, Velibor Topić, me cilin kam bashkëpunuar pashtu edhe në filmin e kaluar, i cili pashtu ka një karrierë jashtëzakonisht suksesshme ndërkombëtare filmike, ai ka luajtur vetëm të përmend disa filma që janë njohur botërisht, që është Snatch i Guy Ritchie, Kingdom of Heaven i Ridley Scottit, Robin Hood i Ridley Scottit, e serialet ndryshme në Britani. Kështu që këta dy e kanë udhëhequr, si më thonë, këtë castin, po të aktore, por që ka pas edhe aktorë tjerë nga Kosova, Shqipëria, Besmir Bitraku, një aktor jashtëzakonshëm nga Shqipëria, Shkumbini Strefi nga Kosova, Gjevde Doda, Shenguli Ismali, pastaj kemi pas një aktor mysafire nga Mali i Zi, Dubravka Drakic, një profesioniste e jashtëzakonshme, aktore mrekullueshme, profesoresh në akademi atje. Pra një mix i bukur, në xhirus ka qenë drejtori fotografisë Almir Çikolli nga Bosna e Hercegovina, një mik i imi me cilin po ashtu kam punuar dhe filmin e kaluar. Kështu që kjo ka qenë, po tash mos të hiket listës, sigurisht e harroj dikën e ka shumë, që mos të ketë hatërmbetje, po gjithsesi ka qenë, për mua ka qenë proces i jashtëzakonshëm. Tani ne veç kemi fillu montazhin, me ato pjesët që i kemi pas më herët xhiruar. E sa mendoni që do t'ju merr kohë dhe kur do t'jetë ndoshta gati për premierë? Po nga se ne kemi fillu vetë montazhin, për shkak se kemi xhiruar më herët, edhe me montazherin Enis Saraqit, me cilin po punoj për herë parë, më duhet ta cek edhe ta përmend këtë që deri këtu ku jemi është një përvojë jashtëzakonshme.
e mirë, ajo është një djalë relativisht i ri që ka mbaruar shkollën e njohur në FAMU, që është në Prag, në Republikën Çeke, që është një ndër shkollat më të njohura botërore të filmit, ka mbaruar për montazh. Pra kemi një aset të mirë. Neve se kemi fillu pra montazhin, tani këto skenat e kësaj ditës fundit do të inkorporojmë aty. Unë deri tash ka qenë, kemi qenë shumë mirë, tani do t'i fusim në ato skena dhe pastaj do t'a bëjmë, si me thonë, një përmbyllje të pazës së parë, pastaj duhet të shkojnë muzika të inkorporohet, pastaj do të thonë kjo color correction që ka të bëjë me fotografi, me ngjyrat, me dritat, audio, zëri. Pra, është një proces që do të na merr besoj disa muaj në rastin më të mirë, e në rastin më të keq deri nga fundi i vitit. Po kështu premierën për festivale, a e keni ndonjë cak ashtu ku dëshironi me shfaq për herë të parë? A dini si gjithmonë kur njeriu bën kështu filma, unë besoj që është normale me pas ëndra. Ai baba im ndjer bën të gjysë në shaka, kështu kur ne fëmijët bënim disa kërkesa që ishin shumë të mëdha, thoshte unë nuk muj me ju ndalu me andru. Ju androni, po a realizohet ajo është tjetër muhabet. Edhe ne duhet me andru në festivalet më të mëdha. Natyrisht ajo është tepër vështirë. Në ditë sotit, edhe pse Kosova fatmirësisht ka kriju një emër, reputacion të mirë në fatmirësisht në botën filmike, edhe se filmat e Kosovës i respektojnë festivalit, i shohin, që është në rëndësi se besoni që është problem me mëri me pa, se ka atë shumë. Edhe kjo është një gjë mirë, dhe po shpresoj që edhe emri i Kosovës në ndihmon, emri i Luanës në ndihmon, emri i Veliborit në ndihmon, që të kemi një qasje të festivalet e mëdhaja që të na shohin e me pas edhe fat edhe të na përzgjedhin. Nuk kemi, si me thonë, me producentin një cak të veçantë, si me thonë që duam këtë festival, sepse edhe do të varet shumë kur e përfundojmë. Natyrisht, unë kam shumë, kërkëshia ime më e madhe është publiku jonë. Me pranim. Se si do ta pranon publiku në Kosovë, në Shqipëri, Maqedoni, këto trevat. Po pikërisht, sa pranohet ndoshta kjo temë, ndoshta që është ende prezente tek ne, sa mendoni që ka mu pranu kjo temë, ose çfarë mesazhi kanë me marrë bazë të filmit? Nuk e di. Unë vetëm se jam shumë, publiku jonë është shumë, si me thonë, ka një tradit të, si me thonë, të vlerësimit ose të konsumimit, shijimit të filmave, që na kanë bërë për kohës kaluar, edhe unë e di edhe me punën që e bëj me festivalet e filmin, festivalin e filmit, me Prifesin, po edhe në këtë industri jam goxha gjatë, edhe bjen të udhtoj edhe në për rajon, edhe po e shohim edhe me rritjen e numrit publiku nëpër kinema, por edhe konsumi i shumt i këtyre platformave që janë filmike. Dhe me thonë, publiku jonë e ka goxha një shije të zhvillume. Edhe unë përbesoj që është, edhe jo përbesoj, po jam i bindur që janë edhe goxha mendje hapur. Këtë e di edhe nga teatri, ku jemi momentalisht, dhe me thonë, shumë tema të rënda, në thojza, apo që janë sfiduse, dhe jo fort të këndshme, publiku jonë i pranon shumë mirë. Unë shpresoj që të keni suksese, po fatos një të kohë nalim edhe për projekte tjera, ju keni edhe projekte tjera që jeni duke i realizu. Na flesni ndoshta pak për këto, më na zbulu. Po, këtu jemi një arsye pse jena. Po, edhe faleminderit që keni ardhur deri në Gjilan, faktikisht këtu jemi në teatrin e Gjilanit. Unë jam momentalisht para premierës një projekti të ri teatror që titullohet God Bless America, apo Zoti Bekoft Amerikën. Është një tekst që e kam shkruar unë për herë të parë. Po e punoj një tekst timin në teatr. Dhe i falenderoj realisht teatrin e Gjilanit për këtë përzgjedhje dhe për ftesën, dhe jemi para premierës. Është kam punu edhe ma herët në teatrin e Gjilanit, edhe pse ka kalu goxha kohë gjatë për 10 vjet, por e njoh mirë këtë ekip, e kanë një cast të jashtëzakonshme të aktorëve, këto është një atmosferë shumë e mirë në teatrin e Gjilanit, bashkëpunëtorët janë super,
E ajo që është edhe më interesant, qyteti është fantastik në kuptimin e publikut, janë shumë e dojnë teatrin, edhe vinë, e kanë numër të madh publikut, kështu që më zyrë po pres që ta shfaqim para publikut edhe të shohim reagimet edhe të publikut të Gjilanit, po edhe të Kosovës, sepse besoj që pastaj do të udhtojmë fillimisht edhe në qytetet e Kosovës. Ngjyra e bardhë do të dominoj këtë sezon, duke sjellë një ndjesi freskie dhe elegance në çdo stil. E njohur për pastërtinë dhe thjeshtësinë e saj, e bardha shërben si një bazë ideale për kombinime të pafundme me ngjyra të tjera. Edhe pse neutrale, ajo ofron mundësi të shumta për eksperimentim nga kontraste të forta dhe dinamike, deri te nuanca të buta e të ngrohta. Nuk del asnjëherë nga moda, madje është e kombinueshme me të gjitha ngjyrat. E bardha edhe këtë pranverë pritet të dominoj, e vetë se është bërë një nga trendet më të dashura. Por, si vjet, ka një rësi në përdorimin e saj, duke e bërë një zgjedhje të gjithanshme për çdo stil e situatë, duke sjellë freski, pastërti dhe elegancë. Ne do japim disa ide se si të kombinojmë ngjyrën e bardhë për një pamje të stilizuar. E bardhë dhe pastel, kjo është një nga kombinimet më të ëmbla dhe të freskëta që mund të krijoni. Për një pamje të lehtë dhe elegante, mund të veshni një fustan të bardhë dhe të kombinoni me një aksesor pastel si blu të qelur, rozë të ndritshme ose jeshile të butë. Ky kombinim ofron një pamje të ndritshme dhe të qetë, por edhe më shumë të përshtatshme për ditët e ngrohta të pranverës. Nëse preferoni një pamje më të guximshme, kombinoni ngjyrën e bardhë me nuanca të forta dhe energjike, si e kuqja, e verdha, blu elektrike ose portokalli. Për shembull, një këmishë të bardhë mund të kombinoni me një xhaketë të kuqe ose një palë pantolla blu të ndezur, që do të krijojë një kontrast të bukur dhe tërheqës. E bardha mund të kombinohet lehtësisht edhe me ngjyra të tjera neutrale, si gri, bezh ose e zezë. Ky kombinim është i përshtatshëm për një pamje të sofistikuar dhe të rafinuar. Për shembull, një xhaketë të bardhë mund të vihet mbi një bluzë gri të errët dhe një palë pantallona të zeza, duke krijuar një stil modern dhe elegant. Një tjetër mundësi është përdorimi i aksesorëve metalik si ari, argjendi ose të verdhë metalik për të shtuar një shkëlqim ekstra. Një fustan i bardhë me një çantë ari ose një palë këputa të argjenta mund të krijojë një efekt të mrekullueshëm, duke i dhënë stil dhe elegancë pamjes. Gjithashtu mund të kombinohet me printe të ndryshme, si ato me lula, vijeza ose motive gjeometrike. Kjo do të krijojë një kontrast të bukur dhe mund të bëjë që pamja të duket më dinamike dhe moderne. Për të mbajtur stil të freskët dhe të pastruar, kujdesuni që veshjet të jenë të balancuara dhe të mos i mbingarkoni veten me shumë aksesorë. Nëse keni veshje të thjeshta dhe të bardha, fokusoheni te detajet e vogla që i shtoni, si një çantë interesante, një palë syze ose një palë këpucë të veçanta. Nëse kombinoni me ngjyra të tjera, mund të krijoni një pamje të ndryshme që të reflektojë personalitetin dhe stilin tuaj të veçantë. Ky është një moment i shkëlqyer për të eksperimentuar me tendencat e modës dhe për të shfaqur më të ndritshëm se kur këtë pranverë.
Erodita Kaliqani është një artiste e talentuar që i ka dhënë një frymë të re artit dekorativ. Qirinjët në forma unike janë shpreha dalluese e punës së saj, duke u kthyer në elemente dekorativ që të rriheqin vëmendjen dhe sjellin ngrohtësi në çdo hapësirë. Përveç qirinjëve, Erodita realizon edhe një gamë të gjerë objektësh zbukuruese që ndërthurin estetikën me funksionalitetin. Krijimet e saj sjellin elegancë, finesë dhe një prekje personale në çdo ambient, duke reflektuar një pasion të veçantë për bukurinë dhe harmoninë. Në rubrikën Influencë kam të ftuar këtu Eroditën, e cila ka një biznes të saj të vogël, e me të cilën do të ndajmë të gjitha krijimet e saj, se si ka fillu edhe deri tek rezultati final. Përshëndetje Erodita. Përshëndetje Nora. Kënaqësi që je këtu bashkë me mua. Faleminderit ty shumë. Unë pikë pare po filloj si lindi ideja për të krijuar një biznes të tillë. Ideja mos me trejt aman, unë kon jam zhvendit edhe kom pasi si cili ambient, si cili restoran, gjithka ka pas detajet vogla, qirinj, edhe dekoret ndryshme, edhe thash, sa ide e mirë ma edhe të na si ide. Tona, veç tash hajta provoj, edhe kërë kom provu, pashit po del mirë, edhe njerës për kërkojnë, për pelqen, edhe se jo. Ashtë proces i vështirë, gjatë për me mësu ose a kërkon diçka? Jo, nuk kërkon shumë, që me thonë, adhe duhet me pas ide, ose mu impenju ma tepër, ama nuk është diçka e vështirë, me thonë. Po duhet me pas një kreativitet, se po shohim që kanë detaje unike edhe shumë të bukura. Bazohesh natyrë, ose unë për vete edhe nuk kusha diçka të bukur, tha, pse mërë mës me provu me bo qirin, ose dekorin, ose diçka si që janë natyrë, ose si arkitektura, diçka që është. Keni forma të ndryshme të qirinjëve, qësh i realizoni këto forma? Format punohen me pundore, punohen me kallëpet veçanta, punohen varësisht që shdojnë. Unë për vete, ta së fundi ja kom njëzë edhe me gdhend, me gjilpër, po alo nuk kom postu, alo se kom praktiku te për mirë, amo zakonisht i kanë kallëpet, vetëm që ngjyrat e këto janë idetë originale. A ke pas prirje ma heret edhe për pundores të tjera, apo? Po, jo marrë edhe me dizajn, me roba, me sende, po që kjo më ka pëlqy ma shumë të tash, edhe jom të e po që po më qetëson të qysh, dhe të rrë pse mos me bo. A lyp shumë për kushtojmë do shta edhe punë edhe? Lyp ko edhe nëse nuk je, nëse nuk e ki kohën e dur, ose nëse e shet që si e shumë disponim, mos me anis, nuk ban. Aty më konë disponim me qetësushme, me mendu pse mos me bo qëto, ata voj, ata mos ta voj, qështo. Unë mendoj që gjithë sen që e bën me disponim të mirë edhe me gjithë dëshirë del edhe diçka përfundimi i bukur. Del, definitivisht. Kur e do një send, gjithë qysh realizohet te për mirë. A ke mendu më herët vetëm që do të përballësh ndoshta me këtë biznes që... Jo, se unë shumë nuk kom pas shumë lidhje me art, atë në drejtimin e kom ndryshet, profesionin ndryshe, po gjithmonë edhe kom pas jebe pas një diçka jashtë profesionit që pse jo, me pas diçka që më pëlqen edhe me që kom fillu. A ka dikush në familje qoftë që të ndihmon, apo je krejtësisht e vetme që i bën këto? Mendimin gjithmonë ja u lypi, mbasi që e bëj një punim, thonë që shpjo do këtë që kjo, a mirë me realizu, bile nana ma bën gjithmonë, ndali qëta për vete se te për e mirë këka, amo për mi punoj veç vetë. Po këto detajet, këto lullet, sa është e vështirë me i fund është ta brenda, apo pak është e vështirë se nëse nuk përputhet me materialin, mundet me mos me mdoj shumë mirë, mos mu terë, qëto sende, amo unë e provoj një herë, dy herë, tri herë, dhe sa më dojnë mirë, dhe tona nëse shet që o terë mirë, është përfundu të për mirë, e lo. Sa është e vështirë ndoshta me gjetë edhe materialet dhe ngjyra që ty të përshtaten? E vështirë është se unë i marrë jashtë vendit, se janë materiale ekologjike që nuk janë dëmshme për ambientin. Për këtë arsye është pak ma e vështirë me gjetë, si kur jeton Kosovë dhe tonë kohën me udhëtu me marrë materiale është mak ma ndryshe,
po mundona, ose ta firme, ose për veti një porosit. A vinë kështu me ngjyra të tilla, apo ngjyra ti krijoni vetë? Po, ngjyra ti krijojnë krejt vetë. Është krejt, do të thonë krejt materiali është i bardhë, ose është si ngjyrë tokës, e unë shkoj tona bëj eksperimente, jo lulet, jo ngjyrat, jo mundona. A janë të qëndrueshme, të qëndrueshme janë, të gjatë? Të qëndrueshme janë, zakonisht që to që janë kallëpet ose vazët, munden vetëm nëse i vën diku afër shumë zjarrit, munden më shkri, për ndryshe nuk e kom provu në dy raste, po e kom pa që janë të qëndrueshme. Për çka i marrin më shumë njerëz? Për dekore shumë. Në dhoma, në banjë ndoshta? Mas shumë të e kom vrejt që disa shoqet mia i kanë marrë për aksesor, mbajset, ose për sallon, kuzhinë, kështu mi vendos atë si zbukurem afër pjesëve tjera. Çfarë forma ju pëlqen më shumë ti me kriju? Se kum pa lloje të ndryshme që keni në faqen tuaj të Instagramit edhe që krijoni shumë të bukura. Unë për veti i krijoj më shumë të vazat me mbajtje që edhe i pishe, amo edhe tash edhe forma e lules, po kërkohet tepër shumë. Jo Shën Valentini, jo 8 marsi, jo Bajrami, gjithçka kërku më shumë lule, diçka për festa. Si më dhurat. A bëni ju edhe mbas të kërkesave të njerëzve çfarë i kanë ato? Po, unë bëj qirejnë varësisht për dasma, për fejesa, për ditëlindje, krejnë varësisht qysh e kërkojnë. Edhe format i kërkojnë? Edhe format, personalizimet, krejnë do të thonë qysh kërkon klienti, ngjyrën, aromen. A ka pas ndonjë moment që ta ka dërguar ndonjë foto edhe më ka thonë me kriju diçka të tillë dhe ju keni pas dyshime në vetvete, pastaj ja keni dalë me krijuat që e kanë kërkuar? Po, për shembull, nëse nuk e kam një kallëp të veçantë për ndonjë mase, për shembull më kanë lyp para 1-2 javë në kështu si një rreth të madh për me pas më shumë zbukurime mbi to, edhe veç e kom provu të jam kumbo, tash më provoj, po tek shyrim o dojë tepër mirë dhe i ka pëlqyer shumë. Sa keni edhe llojshmëri ndoshta edhe që keni me pru përsëri, kem diçka afatgjate, plan? Po, jam të ulumtu edhe jam të kom shku apet jashtë vendit edhe kom e po, ama jam të pru shumë ide të reja, edhe unë jam të marrë me këtë biznes edhe para se me qelë faqen, për pjesëtarët e afërt familjes, e tash du me anis me rritë ma shumë. Tash në kom qelë edhe faqen edhe TikTok, e du me qitë senet reja non-stop. Sa po mendon që këto rrjetet sociale ndoshta e kanë bërë punën më të madhe, ndoshta që me pas sukses, qoftë edhe këto biznesën në fillimet e tyre që po, ndikon shumë, ose edhe për shembull nëse i thush dikujna a mundesh për ma bëni reklam ose një diçka që ndikon tepër shumë. Te na mendoj që në 3 këtani ndikon. Edhe njerëz unë kom pas një mbështetje, edhe njerëz në pas asaj na mu krejta edhe më kanë shkruar, më kanë thonë ç'po mendojmë, ç'është tona. Është gjë e bukur. Sa e kanë vlerësuar ndoshta këto krijimet e juaja që janë mundore, sa vlerësohen? Jo shumë, fillim sidomos si se kanë vlerësuar, thoshin ç'a po na vyn, ose ashtu. E tash e vlerësojnë shumë, edhe thonë, sa mirë po na ren, ose sa mirë po shkon me sallon, ose me kuzhinë, ose me dhomë, diçka. Edhe se unë mundona për secilin person me po diçka unike, sipas arkitekturës të dhomës ose të vendit ku jeton ai person, ose sipas personit vet. Qashtu mundona sipas kërkesave të njerëzve ose sipas ambientit. Cilat kanë qenë ndoshta komentet më pozitive që e keni marrë dhe që ndoshta ju kanë inspiruar për me vazhdu edhe më tutje? Si e normal, këtë është si e normal që shpërbën, edhe na kanë zonat sekretet, të nëna bësha, vetëm pe provoj dhe veç po del mirë, edhe të nëna kur po del mirë, po më shty me vazhdu, këtë ma bëshin s'ma na besot, edhe më qysh e ka i banë, se këto normal, unë e kom pa shumë faqe në Kosovë që ka qirenj, po i kom pa që janë të bardha, ose që janë thjeshta, edhe në dekore bazike. E qështu që to janë këtë krim tamani jemi, edhe se kam pa shumë, kështu që... E vlerësojnë edhe më shumë, me kohën vlerësojnë gjërat edhe më shumë. Po, ma me mendje që po. Apo më tregojnë një mesazh që kështë dash ndoshta me përcjell për të gjithë ata që dojnë me nis një biznes, po kanë frikë që ndoshta nuk pranohet letë, nuk përqafohet letë ndoshta tek njerëzit. Njerëzit gjithmonë kanë me thonë s'mundesh me ja dalë, ose që do me bote me qëtë punë. Amo nëse veç një herë mendojnë që mundesh me ja dalë, mos u ndalë. Gjithmonë ja dalë.
A jeni ju detajiste dhe I preferoni këto detaje ndoshta? Po, unë për vetë edhe në banesë që kam këtu në Fushkosovë, edhe në pej, unë I kam se cilën dhome, kam qitë detaje që I kam përshtat me një libër, me një statujt vogël, me diçka më dalë diçka tepër e mirë. Jo përmend pak më herët edhe që kanë aromë. Si është e mundur? Këto janë punimet e mia të para. Edhe janë edhe pak eksperimente që I kam bo. Këtu I kam bo pa aromë. Amo nëse klienti më thotë unë bedu me një aromë specifike, unë ja bëj me qatë aromë. Janë shumë llojshmëri e aromëve. A zgjat aromën to, e mbajnë aromën? Po, e mbajnë. Sidomos tash këtu nuk janë kështu që ndizen, ato që ndizen janë krejt që derisa të përfundon krejt qëriri, krejt kanë aromë. Atëherë, unë të falenderoj shumë, për mua ishte kënaqësi, më ndohet gjitha këto krijimet bukura, edhe shpresoj që njerëzit t'i vlerësojnë më shumë punimet e dorës edhe krijimet që janë tamam tonat. Shumë faleminderit ty për ftesën, edhe inshallah I kam pëlqyer krejtve. Pavarësisht moshës së saj të re, Elma ka arritur të krijojë një identitet të fortë në skenën e modës, duke ofruar veshje që janë njëkohësisht unike dhe në hap me trendet e fundit. Rruga e saj është një frymëzim për të gjithë ata që ndjekin ëndrat e tyre me pasion, duke treguar se mosha nuk është pengesë për të lënë gjurmë në një industri konkurruese. Me talentin dhe punën e saj në dizajnin e modës, po tërheq vëmendjen e të gjithëve. Ani pse në moshë të re, Elma Mulliqi po shkon hapave të sigurt në këtë fushë. Dëshira dhe pasionem ka fillu prej moshës shumë të hershme, do më thonë prej e vogël, kur unë I mersha teshat e mia, I rikryesha, do më thonë atumat vjetra, bëjsha diçka të re, prej vogël, unë kam qenë gjithmonë përballë televizionit edhe kom pa sfilata ndryshme, emisione me modë, çka ka të bëj me art edhe stil, modë, unë kam qenë aty. Do më thonë gjithmonë jam kanë interesuar për këtë fushë. Mandej ai hobi që kom pas për modën, do më thonë unë po shpërndan si hobi se kam qenë shumë e vogël, u kthym profesion. Me kalimin e kohës e kam vrejt që nana ka shumë talent. Ka pas shumë talent me punë dore, por jo nuk u merr askush prej familjes tonë me këtë fushë. Do të thonë më kanë e para ajo që I kam me thonë jam ardhur këtë fushë edhe I kam marrë mas vetin këtë fushë. Për të, dizajni është mënyrë e të shprehurit përmes imagjinatës dhe krijimeve. Unë me të thonë drejtën, qatë do që kom pa në televizion, të rikriju, unë e kom rikriju pa problem. Pa frik, e kom pas shumë, im kanë shumë e fokusuar në dizajn edhe gjithmonë e kom pas atë vetbesimin që unë jam për këtë fushë, unë jam për këtë profesion edhe do vazhdoj. Normal edhe me ndihmën e familjes, se për kraja e familjes normal më ka ndihmu shumë edhe vazhdon të më ndihmoj. Do më thonë pa ndihmën e familjes nashta nuk isha kanë edhe këtu ku janë. Unë prej vogël gjithmonë kam pas dëshirë me dallu prej tjerëve. Gjithmonë kam pas një stil që nashta e di, nuk u kam për moshtem, e di, po unë kam thonë, okej, po rrezikoj, se modë është arti, do më thonë, e ka atë frymëzimin që bën mu dallu prej të tjerëve, edhe guxon, ki guxem. Do më thonë, kur je dizajner e modës, do të thotë që ti guximin ke shumë të lartë, sepse ti, do më thonë, rikrijon diçka prej idejave tua, njerëzve ju pëlqejnë idejat e tona, do më thonë, gjithë dizajnerëve. Puna e saj karakterizohet nga një ndjeshmëri estetike e veçantë. Ne kemi fillu me fustana, po nuk është që jemi të fokusuar vetëm fustana.
ne krijojmë çka do që klientit i pëlqen, ose është i frymëzuar. Ne do më thonë për pos dizajnave tona, mundeme edhe me personalizu çka do që kliente mund me ndryshu diçka, ose do më thonë kostume, veçanta, gjithë gjë mundë me kriju. Ofër 7 muaj është që kam hap ateljen time edhe i kam 3 koleksione ofër. Do më thonë punojmë vetëm me koleksione, po edhe me kërkesat klientëve, që klientët mundi sa ma rahat edhe ma vetja. E vështirë, jo, po guxim po. U desh me marrë një guxim, edhe pse familja gjithmonë ka përkram, ka thonë që po, vetëm a jetë te sigurt. Unë gjithmonë më kanë, po, 100%, unë jam shumë e sigurt, unë shumë kam guxim edhe du me bo. Edhe erdita edhe bon. Elma tregon se cilat janë kërkesat e klientëve ditëve të fundit. Stili me moshën po ndryshon. Maturantet edhe mosha ma e re, peshët që po kanë qef shumë me egzageru, me materiale ma të rënda, do më thonë nuk po fokusohen në premje, në stil, dizajn, po ma shumë të materiale sa ma i rëndë. Kurse të moshat ma të rritne, e ditë që janë fokusume ma shumë të premjat, të dizajni, jo në material të rëndë. Do më thonë, sa ma thesh, po qaj material, me qatë material me do një fustan ose një kostum shumë i veçantë. Që kjo po më pëlqen ma shumë, se pe vlerësoj ma shumë dizajnin, pe vlerësoj ma shumë premjon, edhe normal, dizajn edhe premja e bën një veshje të veçantë. Se cili klient që vjen, lyp diçka me ndryshu, ose edhe unë tregoj muna me tregu që kjo me qito për shembull nuk shkon. Ma mirë është një kombinim ndryshe që me dol tamam një veshje perfekt për ty. Po mirë, klienta deri tani janë shumë dëgjueshëm edhe ma besojnë fjalën, faleminderit për të shumë. Me një vizion të qartë për të ardhmen, Elma e sheh dizajnin si rrugëtim përmes të cilit ajo synon të lë gjurmë. Kaq sa i përket emisionit për sot, shikues të dashur, ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen që ja jepni gjithmonë emisionit të Djela Vlen. Kjo duket në shkrimet tuaja në Djela Vlen Viz ATV, si në Instagram e gjithashtu edhe në Facebook. Dhe faleminderit për çdo klik që i bën historieve dhe emisionit e Djela Vlen. Dua edhe një herë përzemërsisht ju uroj të gjithë besimtarëve katolik Pashkët, gëzuar Pashkët dhe miru takofshim të dielën e ardhshme. Gjithë ditën hieve, se më thanë hieri, e tjene shova krojeve kupiti, e mira rap të hieve, që mujtën me më fresku, i ftot është i krojeve, që e tjenë ma kanë shu, po t'jemi bashkë në të dy, do na shikojnë me zili, e do na flasin në sy, sa duhemi unë dhe ti, po t'jemi bashkë në të dy, do na shikojnë me zili, e do na flasin në sy, sa duhemi unë dhe ti. Sa kënë shumë ju vreteleve, kur stanit nise i qonë, besa o knaqa hieve, gjithë ditën kep më kep, kur zanin janë shoj deleve, e ti përgjigje më jep, po t'jemi bashkë në të dy,
flasin në sy, sa duhemi unë dhe ti. Po t'jemi bashkë ne të dy, do na shikojnë me zi, e do na flasin në sy, sa duhemi